Kalaja Argjiros mirëpriti seancën plenare të konferencës ndërkombëtare Shkenca dhe Inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm, duke mbledhur studiues, pedagog dhe personalitete akademike nga universitetet e Evropës dhe Azis. Aktiviteti u përshëndet nga rektori i Universitetit Ekrem Çabej, profesor doktor Jahucana, ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi, si dhe rektore përfaqësues të universiteteve partnere të pranishëm në sallë dhe përmes lidhjeve online. Kjo konferencë është dëshmi e qartë e asaj që universiteti duhet dhe mund të jetë në shekullin e 21. Jo vetëm një vend ku transmetohet dije, por një hapësirë ku ajo prodhohet, sfidohet, pasurohet, vjen në shërbim të shoqërisë. Në këtë kohë, ku shoqëritë tona përballet me transformime të shpejta dhe me sfida mjekësore, ekonomike e sociale, teknologjike e kulturore, roli i universiteteve bëhet edhe më i rëndësishëm. Ne nuk mund të qëndrojmë të mbyllur brenda kufive të një disipline të veçantë, sepse vetë realiteti është ndërdisiplinor. Tema e kësaj konference, shkenca dhe inovacioni për zhvillim të futurshëm, është veçanërisht aktuale dhe domethënëse, sepse lidh dy shtylla të themelore të kohës së shkenca dhe inovacioni. Dua t'ju uroj me gjithë zemër suksese edhe mbarësi në këtë konferencë 2 ditore që mbledh bashk jo vetëm pedagog, jo vetëm student, jo vetëm kërkues shkencor, por sidomos miq të dijes, të kërkimit shkencor dhe të arsimit lartë. Do të kjo në një moment shumë të rëndësishëm për arsimin e lartë, kur ne kemi filluar punën për rishikimin e ligjit të arsimit lartë mbas 10 viteve përvojë të akumuluar nga të gjitha institucionet e arsimit lartë dhe për të bërë një hap përpara, sidomos në drejtim të ndërkombëtarizimit dhe në drejtim të profilizimit të universiteteve. E me këtë rast dua dhe të falenderoj dhe të përgëzoj Universitetin e Gjirokastrës dhe atë të Piemontes që sapo kanë bërë dhe një program të përbashkët në nivelin bachelor në infirmierit përgjithshme dhe ishte kënaqësi e imja që në fund të analizës së këtij aplikimi të firmos miratimin e Ministrisë së Arsimit për një program të tillë të përbashkët, të cilit i uroj rrugë të mbar si në Piemonte kështu edhe në Gjirokastër. Është një kënaqësi e veçantë Gjirokastra në vetë konferencën kombëtare Shkenca dhe Inovacioni për zhvillim të qëndrueshëm, e cila e kemë shtetin tonë në takimi të studiuesve, ideve dhe bashkëpunimeve kombëtare. Përgëzoj Universitetin Ekrem Çabej për organizimin e kësaj konferencë që ka sjellë Gjirokastër profesorë dhe studiues nga Universitetet e Evropës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azisë. Prania juaj është i përshtuar për Universitetin, për qytetin dhe për vendin tonë. Universiteti Ekrem Çabej është një nga anësitë më të rëndësishme të Gjirokastrës dhe të Shqipërisë. Ai formon profesionistë, ndërton ura bashkëpunime me universitetet evropiane dhe kontribuon në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor të rajonit. Për Bashkinë e Gjirokastrës, universiteti është një partner strategjik. Do të vazhdojmë të mbështesim çdo nismë që lidh dijen dhe zhvillimin e komunitetit, promovon inovacionin dhe krijon më shumë mundësi për të rinjtarë, sepse besojmë se investimi i mirë për të ardhmen është investimi i tillë. Në vijim, ligjëruesit e ftuar nga universitetet e Evropës dhe Azisë mbajtën prezantime mbi zhvillimin e qëndrueshëm, inteligjencën artificiale, inovacionin dhe arsimin e lartë. Tema ime është mbi shndërrimin e vajit të ullirit në trashëgimi kulturore në Pulje. Domethënë, mënyra se si disa lloje të vajit të ullirit konsiderohen si tipike të Puljas. Pse po shndërrohet në diçka që ka një lidhje të ngushtë vendore me Puljen dhe çfarë lloj ideologjish vjen në lëvizje nga kjo lloj lidhjeje? Pra, kjo është pjesë e një projekti më të madh mbi shndërrimin e ushqimit në trashëgimi kulturore në Pulja. Domethënë, mbi mënyrën se si përmes komunikimit, përmes filmave, përmes gazetave, ushqimi shndërrohet në diçka rreptësisht lokale. Ushqimi që ne konsumojmë bëhet tipik për një rajon të caktuar dhe arrin të konsiderohet tipik edhe nga njerëzit prej vendeve të tjera dhe kështu vlerësohet në këtë mënyrë. Sot konferenca vijon në ditën e 2 të saj në ambientet e Universitetit Ekrem Çabej.